e aplikoj në gjithë fytyrën. Do vendos pak shkëlqyes tek pjesa e qeseve këtu. Çfarë bën në këtë rast shkëlqyesi? Kjo na ndihmon ne që të kemi një sy akoma më të tërhequr, duke e vendosur këtë pjesën e shkëlqimit këtu poshtë. Ndoshta është pak bezdisë për zonjat gjatë ditës, po këto e sugjeroj ta bëjmë vetëm në për raste eventesh. Të jep, nëse e shef pjesën që e kam përhapur, të jep atë idenë sikur është më e tërhequr dhe është kamufluar pjesa e rrudhës. Është një truk shumë interesant, ëh? Pra personat që kanë pjesën e syve me pak qeska mund të vlej për ta aplikuar. Të ndihmon për t'i kamufluar pjesën e qeseve. Ndërkohë ne jemi drejt përfundimit, jemi në 5 minutëshin tonë të fundit, Sara. Do t'i vendos edhe... Duke qenë se punova me pjesën e syve pak në ngjyra të errta, e mira është që ngjyrat e buzëve gjatë gjithë kohës të jenë pak të qelta, të jenë pak të forta që të bie në sy, për shkak të buzës, sepse normalisht hollohet, rrudhat fillojnë bëjnë ato të vetën tek pjesa këtu sipër nga mimikat. Dhe kryesisht zonjat po ti shikosh janë gjatë gjithë kohës me buzëkuqe të kuq, ndoshta Leila, Ciklamin që i përdorin, sepse kjo ngjyrat e forta japin atë idenë e një buze të plot, një buze të rregullt. Nuk mund të përdorin zonjat në moshë diçka nud normalisht që po pa dal nga konturet, sepse vetë ngjyrat e forta japin atë idenë e një buze të plot. Ndërkohë që do ta shohim tani Verën se si ka përfunduar edhe make-upi i saj, jemi në fund fare, jemi në pjesën e aplikimit të buzëkuqit. Vera ishte shumë e hishme edhe pa tualet, por sigurisht tani më shkëlqen. Do t'i vendos edhe pak rimel. Po duket një make-up i cili mundet të mbahet edhe në përditshmëri. Sara, nuk më duket shumë i ngarkuar. Jo, as pak. Siç e përmenda në fillim që zonja i ka tiparet goxha të ëmbla vetë dhe nuk është ideja që ta rëndojmë ose të theksojmë diçka shumë, sepse i ka të